e ligjit për obiligjin, i cili do mono një kontribut për komunitetin. Që sa vjetë është Zdimatush i kryetar? 2 mandate. 8 vjetë, apo? Po nuk janë pak. Po jone nuk e diskutuar. Por që mu më shqetsona, që është kandidati i Lidhjes Demokratike, LDK-ja, Dega në Gjilani, ka një kandidat shumë më dopt se sa që ka mujtë me nëzili ka një emër tjetër. Dëmon, tash... Na ta nuk e njohëm shumë saj, nuk po shumë njëri mediatik. Jo, falë, unë e kam monitoruar, Gjilani gjatë. Në falë, a i të rëgën për vëmocë, është një fës ideal demel. Dëmon, a i për që pasojën e tina të dembellak i tina, e ka pru në këtë pozicion me qenë në balotash, edhe një balotash që jam mundësi Alban Hysenit me qenë fitu si këty në gorav. Gjatë monitorimit Alban Hyseni me konkurse, me gjithë shka pas atë regula, qëka është në pytje? Jo, najna të full njëre prej kryetarëve që s'ka të regu performancë, rezultatet noja. Standartin njëjtë i analizës për se cilën komunë ma shumë selektive po ndoke. Jo, po flas, Alban Hyseni është njëre prej kryetarëve që shkelc i ligjit, sepse raportet auditorit janë konstatimet, por kandidati i Lidhjes Demokratike është shumë i dëbët në raport me qëndrueshmën e tij si kandidat në raport me lëvizjen vendosës, sepse Alban Hyseni mendoj që është njëri prej njerëzve, prej kandidatëve më të dëbët për lëvizjen vendosë. Domthonë, të gjitha komunat mi krahasu Albani del më i dopt i pikëve kandidatëve, por foti më i keq i Gjilonit është që Lidhja Demokratike ka kandidatin shumë me një performancë të dëbët. Është pak një çështje që mua po më intereson pak edhe për diskutim. Praktikisht u pesho në aspektin mediatik. Lidhja Demokratike e Kosovës më duket po diskriminohet. Pse? Për arsye se po sulmohet nga eksponent, sidomos lëvizjes vendosje, pse po bën koalicione me PDK-n. Por nuk ju bjen ndërmend që Njunik për shembull janë me LDK-n, vetvendosja. Atje mirë që ju në bo bashkë. A kollet e këtë po duhet me shti për tuke, pse pe i këthejet në gjirin e PDK-s. Është e pa drejt. Është diskriminu se madje. Atje bon, kësë po bon. Qysh blejëm? Po falë, raportet që kam posë Zdimatush në gjatë kohës qeverisës, e lidhën se, qële, pushtetit lokale kanë një farë funksionimi ma ndryshe, ka një parë pavarësie, do më ballaqen për çdo ditë ata ballaqen me qytetarë, nuk kanë sikur niveli qendror që qytetarët shumë pak ballaqen me nivelin qendror. Për shembull, një deputet parlamentit Kosovë, një qytetar, shumë rënash për me takut. So e shihet tash i çore që politikat nacionale ndikojnë vetëm në Mitrovic. Absolutisht. Fajtona 100%. Për arsye thjesht e konfliktit nevojiteve.